Vllaznia U17 në futbollin për vajza sapo është fal kampione e Shqipërisë, barazim në kohën e rregullt 1-1 me Kino Studio në finale dhe penalltit ishin me shans për vllaznin. Trajneri e vllaznisë U17 Pavla Jaku, urime. Faleminderit. E kënaqur, emocionuar, gëzuar për këtë sukses? Zakonisht e kënaqur, emocionet pa përshkrueshme, domethënë kishte vite që nuk i kisha përjetuar këta emocione. Normalisht kjo është fal vajzave, fal stafit që ka punu tërsa vite me ta. Ky është trofeu i tretë që Pavla Jaku fiton në këtë sezon sportiv, duke pas parasysh një javë më herët të fituat, pak ditë më parë fituat me ekipin e parë të vllaznisë, si trajner dhe edhe një kupë tjetër rajonale. Dhe sot si trajneri kampione e U17-s, pra një vit i suksesshëm për Pavla Jakun. Normalisht ka filluar një vit shumë i suksesshëm. Tashmë ne është sot i vit që vërtetojmë që Shkodra e filloi futbollin e femnave, tashmë po e vazhdon, edhe po marrim vetëm kupën veri, si thonë. Paula, gjatë edhe një kupë plot emocione, rivalitet, vetëm penalltitë e vendosen. Patët besim deri në fund, shënuat parët si vllazni, barazë Kino Studio dhe penalltia fundit në shtesë. Në fakt, unë kisha shumë besim të vajza, ne bëmë një lojë shumë mirë, pavarësisht të pjesa e rezultatit që unë loja. Normalisht kishte ato defektet e veta nëpërmjet arbitrit, por gjithsesi lojën që bënin vajzat ishte shumë e fortë. Pjesa penaltive normalisht gjithmonë është shans, por unë kisha një besim plot për vajzat, sepse kjo është viti i dytë që ata shpallën kampione përmjet penaltive dhe absolutisht besoj shumë ta. Komentuat paksa dhe arbitrimin, kishte edhe karton të kuq në dëm të vllaznisë. Duke pas parasysh që tek moshat që janë disa arbitra që ndoshta nuk janë edhe shumë kualifikuar, por nuk kemi çfarë themi, kjo është futbolli, kjo është loja, kështu që nuk kam çfarë komentoj. Besoj se do të më dhanë më shumë shanse vajzat, sepse këto janë vajzat vogla dhe duhet pakten me u thënë diçka me ritmin e tyne, por jo me ndëshku direkt me kartonin e kuq. Kjo kupi bashkohet kupës e ekipit parë, ekipit mall të vajzave, duke përmbyllur një vit të suksesshëm. Si do të jetë vazhdimësia për Pavla Jakun në kampin kuqe blu? Normalisht plani është i qartë, ne do të vazhdojmë kena trofejt vetëm veri, kështu që do vazhdojmë nxjerrim talenta, siç e shohim që gjithmonë Shkodra është duke vetëm shpahet kampion kupe, kampionate rajonale, kështu që gjithmonë futbolli femnave është i veriut. Urime para suksese në vazhdimsi.